Diona Fona është emri më I ri në estradën tonë, e cila para pak ditësh ka lancuar projektin e saj të parë me titull Havera. Çfarë thot ajo për krahasimet që ja kanë bërë me këngëtare të tjera? Kush nga artistët femra I pëlqen më shumë dhe çfarë këngësh do të sjell ajo gjatë vitit, e kuptojmë në vazhdim. Tregu muzikor shqiptar çdo ditë më shumë po mbushet me artistë të rinj, të cilët po tentojnë suksesin, por jo të gjithë po ja dalin. Përveç talentit, për të rënë në sy të publikut, duhet marketingu I mirë, parat dhe njohja e përkraja nga producentët dhe artistë të njohur. Diona Fona është emri më I ri në estradë, e cila para pak ditësh e ka publikuar projektin e parë me titull Havera, këngë e cila është pëlqyer nga publiku. E përveç kësaj, qysh në fillim ajo ka marrë edhe përkrahje nga artistë të njohur. Kështu jam njoftë edhe ma herët me këngëtarë për shkak se mi kanë dëgju coverat edhe na ka rarë si me punu me një rap, po më kanë përkrah shumë për shkak se më kanë pa kështu prej fillimit që ja kun fillu direkt që ke projekti parë. Edhe nashta që ajo për shkak që asaj që më ka njoftë edhe më ka njoftë zonin ose çfarë sikon për muzikë për që ata më kanë përkrah. Por talentin e saj për muzikën, ajo e ka kultivuar qysh e vogël jashtë Kosovës. Me muzikë jam marrë prej shumë e vogël. Na ka qenë Londër, prent më kanë qenë me një shkollë, ka qenë për aktrem, vallëzim edhe këndim, që aty kom bo 3 vjetë. Mas ne kom vazhdu me balet 5 vjetë, edhe kështu performanca në shkollë kom pas gjatë kohës. Edhe muzikë, që ashtu ndjejt performanca kom pas në shkollë, prindë më kanë shty shumë, edhe vetë. Duke qenë se sot tregu muzikor është I stërmbushur me artiste femra, për një këngëtare të re është pak e vështirë të depërtoj nëse nuk është më ndryshe, sidomos në këngën e parë. E kom menu me prezentu vetën, e kom mendu shumë, për shkak që kom pas qef me kallëzu shumë personalitetin tem, me stil, me muzikë, edhe kom mendu që stilin kom pas qef me pas ma thjesht, ma cool, edhe për muzikë kom pas qef diçka ritmike edhe verore, për mu përshtat verës. Në projektin e parë, Diona është komentuar shumë për një ngjashmëri fizike me Elvana Gjatën, dhurata dorën e Kidën. Nashta është kënga e parë për që ata kanë gjetë njerëz krahasime se nuk njohin mu si Diona. Veç kom e pru gjatë kohës që kom e bu muzikë dhe veç kom e kallëzu vetën ma shumë projekte, kam e pa ma shumë stilin Diona. Fakti që edhe jetoj në Londër, kam e pas edhe inspirim prej Londrës, nashta rreth stilet. Duke qenë se jeton në Londër, pse zgjodhi Diona tregun shqiptar për muzikë dhe a e ka ndërmend të punoj edhe për tregun e huaj? Gjithë kom pas qef mja fillu këto për shkak që e du vendin edhe I du njerëz që I du për shembull shqiptarët edhe e kom pas qatë mundësi me kriju një platformë edhe kom dasht me kap qatë mundësi sa ma herët, sa ma shpejt. Jeta atje është pak ma e kështu busy, me thonë, shumë po dinamike edhe qatë ko për shembull që merr atje për me deportu, kom dash me fillu sa ma herët. Kështu që kom thonë po du me punu edhe këto, po du me punu edhe atje. Njëherë kom fokusin këto, veç edhe atje vazhdimisht jam të punu. Kështu që kam me pas edhe projekte atje. E nga këngëtarët shqiptare, ajo ka të preferuarat e saj. Krejtë më pëlqejnë. Elvana më ka pëlqy shumë, Dafina, po kështu në përgjithësi për atë stile që po thu, gjithë konë merë diçka ka pak edhe jashtë inspirohesh të artistë më të mëdhej që janë. Kështu që për atë stilet edhe muzikës, po menej që ko marrë kështu përgjithshëm, s'po me veçu veç një.
Por dallim nga shumica e artistëve të rinj, për Dionën këndimi live mbetet synimi i saj, e ndoshta së shpejti mund ta shohim në ndonjë festival ku këndohet live. Unë për veti kam qef shumë e këndu live, edhe kam e pas gjyshtash performanca live, më sheni ose në festival, se s'po du me fund kështu me caktu qëfar festivale, veç performanca live kam e pas shumë, se kështu mu qaj jem do këtë qef. Pasi projekti pari Dionës është pëlqyer, ajo nuk e ka ndërmend të ndalet, e projekti radhës do të publikohet gjatë muajve të nxehtë. Po, projektit tjera, kanë me ardhë verës, do me thonë ka gushti ose koriko që atëherë vjen tjetra. Po kështu vazhdimisht ku me qenë të punu. Pas projekteve solistike, Diona premtoi se do të ketë edhe bashkëpunime me emra të njohur të skenës.